Një nga miqtë e Fifit më të ngushtë nuk mungoj edhe sonte në koncertin e saj madhështor, Young Zerka, përshëndetje. Përshëndetje, më në fund më. Më në fundu po, nga ke humbur. Këte, po vazhdoj po në për studio, në për shumë, po punoj, që të nxjerrim gjëra të bukura, të mira. Kur do nxjerrësh? Shumë shpejt. Duket mu sikur ke pauzuar pak. Jo se kam pauzuar, thjesht projekte kam bërë pafund, po thjesht i kam nxjerr pak më rrallë se sa si nxjerrja më përpara. Okay. Por shumë shpejt do nxjerr. Çuni si është? Çuni mashallah rritet. E pash foto dhe ishte mashallah. Faleminderit. Unë s'para nuk jo se s'dua, po nuk dua në kuptimin, jo se s'dua. Nuk dua që të, më thënë, që dhe kur të rritet, po ti pse më ke nxjerr mua kur isha, më kupton, kështu që kur nuk se që do thot. Para e përdor të rrjetet sociale asnjëherë. Po kur do vi fëmia e dytë? Me kismet, nuk e di. Po kura, kena i plan kështu ajo? Pa plan, unë i madhi Zotë e di, se edhe të parin se kam bërë me plan. Okay. Nga ana e muzikës, ç'a do sjell Zerka në vazhdim? Zerka do sjellë muzikë. Muzikë, di që muzikë, se filma nuk besoj që ke i futur akoma. Të kuptoj shumë mirë, se unë muzikë bëj, s'di të bëj filma, por po them në muzikën në kuptimin dojem të stilim, dojem pak jashtë asaj çfarë kam sjell, por më shumë po fokusohem të sjell edhe gjëra për shembull si dëgjova edhe sot që të luajnë edhe për skenat të këtilla madhështore, të mëdha. Kur do vi projekti radhës? Projekti radhës besoj në maj. Dy fjalë për Fifin dhe koncertin sot, që ishte fantastik. Ka shkëlqyer dhe shpresoj që të bëj akoma më shumë të këtilla sepse e meriton dhe i shkon shumë. Për një moment mendova që është koncerti yt sepse hyrje dalje të shpeshta në skenë. Po shiko, me Fifin ti e di që ne kemi shumë bashkëpunime dhe i kemi bërë që performova në fillim 2 këngë, pastaj performova disa këngë vetë, yra në fund që performom edhe i vum zjarin, më kupton? Se duhet. Faleminderit shumë. Faleminderit.